të futet në burg. Ai Fredi Beri, Nuk e futën në burg. që ka duart me gjak, nuk ka donda. Nuk ka shanse. Nuk ka shanse. Flamurin e Shqipërisë. Nuk ka shanse që të jetë vërtet. Ma pasaportë e Shqipërisë. Ora zotri, unë shqiptar jam. Ja, je shqiptar. Ka di flamurin e Shqipërisë para kamerave. E para një më pasaportit. Edhe mbylla gojë ku flasun, kur të mbaroj fol. Ka di flamurin e Shqipërisë. E para, dëgjoj, e para. Çan zojtisht atje. Gazetari investigativ Artan Hoxha është shpallur persona non grata nga autoritetet e Republikës së Greqisë dhe është ndaluar të hyjë përgjithmonë në territorin grek, pasi konsiderohet i padëshirueshëm dhe kërcënim për rendin publik dhe sigurinë e brendshme. Vendimi është komunikuar të martën në pikën kufitare të Kakavijës, ku Hoxha po udhëtonte drejt Janinës. Sipas gazetarit, policia greke e kufirit e ndaloi atë në sportelin e kontrollit të pasaportave dhe pasi mori dokumentin e udhëtimit, e mbajti rreth një orë në komisariat. Rreth orës 10:30 atij është dorëzuar vendimi që e përjashton nga hyrja në Greqi për një afat të pacaktuar. Ky nuk është rasti i parë i ndalimit të gazetarëve shqiptar nga autoritetet greke. Më herët, i njëjti vendim është marrë edhe për gazetarin e Top Channel Marin Mema, i cili vazhdon të mos lejohet të hyjë në Greqi.